Sektori për kontroll dhe hetime përmes Departamentit për Punë Operative parandaloi një tentim për transfer ilegal të parave të gatshme në vlerë prej gjysmë milioni eurosh, të gjetura në një bunker të ndërtuar posaçërisht në një minibus, gjë që rezultoi me një nga konfiskimet më të mëdha historike të devizave. Devizat dhe automjeti janë konfiskuar përgjithmonë, ndërsa kryesi, shtetasi i Republikës së Shqipërisë, me inicialet CG, i cili e drejtonte minibusin, është ndjekur penalisht në mënyrë përkatëse, për çka tashmë është shqiptuar akt gjykim nga gjykata themelore e Kumanovës. Tentimi është zbuluar në një aksion të Departamentit për Punë Operative në hyrje të shtetit, në një pikë kufitare, Tabanoc, ku është kryer kontroll i detajuar i një minibusi pronë e një agjencie turistike nga Shqipëria, me të cilin po transportoheshin 7 udhëtar.